Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet i përkatshme të Allahut të madhëruar, vetëm Allahun më falenderoj për çdo mirësi dhe vetëm për Allahut të ndihmë kërkoj. E lutim Allahun e madhëruar mëshirues e mëshirbërës të na falë gjunahet tona, dhe sa nevojë kemi për faljen e gjunaheve, se nëse gjunahet tona nuk falen, jemi të shkatërruar. Allahu na përfshi në mëshirën e Tij dhe në faljen e Tij. E lutem Allahun e madhëruar gjithashtu të na mbrojë për të qiellit të vetëve tona dhe të qiellit të punëve tona. Dhe të dashur vëllezër, ju përkujtoj gjithmonë që të dini se atë njeri që Allah i madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta humbë atë nga ajo rrugë. Dhe atë njeri që Allah i madhëruar e humbi nga rruga e drejtë, për shkak të punës së tij, askush nuk ka mundësi ta rikthejë atë në rrugën e drejtë për veshti. Dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është krijuesi i gjësisë, është Allah i madhëruar, i vetëm dhe i pashok, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut dhe i dërguar i Tij. Të dashur vëllezër, në hutbën e sotme do flasim për diçka shumë të rëndësishme. Një çështje dhe një temë e cila besimtari duhet ta di shumë mirë dhe të jetë i qartë dhe të jetë i vetëdijshëm për rëndësinë e saj. Allahu i madhëruar na krijoi me qëllim të vetëm dhe ai është adhurimi i Tij i vetëm, është falënderimi i Tij i vetëm, është madhërimi i Tij i vetëm, është të jemi robër, të jemi të nështruar, të jemi musliman ndaj Tij të vetëm. Dhe për këtij adhurimi, pra kur të plotësuar ky adhurim të Allahut të madhëruar, një nga format e adhurimit është durimi në sprova. Durimi kur na vjen një fatkeqësi, kur na vjen diçka që ne nuk e duam, është kundra asaj që ne dëshirojmë, është kundra asaj që ne shpresonim të ishte. Të durosh në fatkeqësi dhe në sprova është nga gradat më të larta të besimit. Durimi është i domosdoshëm dhe i detyrueshëm për muslimanin. Nuk ka besim pa durim. Nuk mund të mbesi besimi në zemër nëse besimtari nuk duron në besimin e tij. Dietarët e kanë ndarë durimin në 3 lloje. Durim në adhurim të Allahut të madhëruar, pra durim në kryerjen e punëve të mira, durim në lënien e gjunaheve, në praktikën e atyre gjërave dhe çështjeve që të joshin dhe të tuntojnë, kërkon durim. Dhe gjithashtu kërkon durim të përballesh me sprova të fatkeqësisë. Në të dynja nuk ka gjithmonë rahati dhe mirëqenie. Të gjithë ne dëshmojmë për këtë. Çdo kush prej nesh është provuar me një fatkeqësi, me një sprovë, humbje pasurie, me një vdekje të të afërmi, me një smundje tek vetja e tij, me një smundje tek i afërmi i tij. Dhe kur është provuar, ai e ka parë veten e tij se sa vlen besimi i tij. Cila është detyra e muslimanit kur ai sprovohet me një sprovë? Ne e kemi nga shtyllat e besimit të besojmë në caktimin e Allahut, qoftë ai i mirë ose jo i mirë, që ne e shikojmë të dhimbshëm tek vetët tona. Çdo të thotë të besosh në atë që Allahu ka caktuar. Pra të besosh që çdo gjë që ndodh në univers, çdo gjë që ndodh dhe ekziston në univers, është me krijimin dhe lejen e Allahut të madhëruar.
Nuk ka diçka që të ndodhi në univers, në krijim, te krijesat, vese me lejen e Allahut madhëruar. Nuk ka lëvizje dhe qetësi, la hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka lëvizje dhe ndryshim dhe gjendje qetësie, vese është me lejen e Allahut madhëruar. Prandaj besimtari i cili beson në shtyllat e besimit të tij, në kushtet e besimit të tij, kur i vjen sprova, ai më njëherë e pyet veten e tij. Me çfarë më ka urdhëruar Allahu i madhëruar për të çështje, për të gjendje që më ka kapluar dhe kam. Kur besimtari sprovohet me një sprovë e cila është shumë e rëndë për të, dhe patjetër nuk ka njeri në këtë botë vetë do sprovohet. Atëherë Allahu i madhëruar do jetë i kënaqur me robin e tij nëse robi i tij duron në sprovën që Allahu i caktoi atij. Është detyrë për besimtarin kur sprovohet të pranojë caktimin e Allahut madhëruar dhe të njihet me urtësinë e sprovës, dhe cila është që Allahu i madhëruar të nxjerrë në pa atë që besimi i tij ishte i sinqert dhe atë i cili besimi i tij nuk ishte i sinqert. Thot Allahu i madhëruar: a menduan njerëzit të thonë besuan dhe ata nuk të sprovohen? Janë sprovuar ata që kanë qenë para jush për të nxjerrë në pa Allahu i madhëruar, ata që ishin të sinqert dhe ata që nuk ishin të sinqert. Thot Allahu i madhëruar: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar në fjalën e tij na e qartëson shumë mirë se prej ligjit të tij, prej vendimit të tij është të sprovojë njerëzit. Do t'ju sprovojnë juve me diçka prej frikës, diçka prej frikës dhe urisë dhe paksimit të pasurisë, falimentimit për shembull, dhe paksimit pra të shpirtrave, pra marrjen e shpirtrave, dhe paksimit të mirësive dhe negative që Zoti ju dha prej furnizimeve, me të cilat ju mësohen. Por se, cila është detyrë për ne? O beshiri sabirin dhe përgëzoni turitarit. Siç është detyrë të durojmë në kryerjen e detyrimeve që janë në shariat, në fen tonë, prej namazit, prej agjërimit, prej zekatit, prej haxhit, prej çdo punë të mirë kërkon durim. Ashtu kërkon durim dhe ajo që ka caktuar Allahu në univers në krijim për ne. Nëse sprovohesh, dije se Allahu atë që e do e sprovon. Atë që Allahu e do e sprovon. Dhe besimtari i vërtet kur sprovohet, afrohet më shumë tek Allahu i madhëruar. Ajo sprovë, besimtari e di shumë mirë se ajo sprovë i ka ardhur për ta pastruar shpirtin e tij, për t'i falur gjunahet, për ta ngritur lart tek Allahu i madhëruar, për t'u afruar më shumë tek Zoti i tij, për t'u kalitur besimin e tij, për t'u edukuar besimin e tij, për t'i kujtuar atij sa është dynja. Dhe kjo dynja patjetër
do ketë sprova dhe fatkeqësi. Thot Allahu i madhëruar, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Dhe ne do t'i sprovojmë ata me të mira dhe me të këqija, me pasuri, me fundësime të mira, me fëmijët, me zbukurime dhe stolicët të kësaj bote. Do t'i sprovojmë ata gjithashtu me të këqija, me smunde, me vdekje, me pakësi pasurisë, me varfëri, me tërmete, me përmbytje, me luftra. La'allahum yarji'un. Në mënyrë që ata të kthehen tek Allahu i madhëruar. E ka në natyrë njeriu se rahatia dhe komoditeti në jetë e nxjerr nga kufit e Allahut i madhëruar. E bën të jetë kryenesh ndaj urdhëresave të Allahut azza wa jall. Dhe kur Allahu i madhëruar e sprovon me diçka që është e dhikshme, ja merr të mirën që ja ka dhënë, ja ka dhuruar më parë, prej pasurisë ose fëmijëve për shembull, që ai të kujtojë veten e tij dhe të kthehet tek Allahu i madhëruar. Dhe e mira gjithashtu është sprovë në mënyrë që ti të mos te kalosh kufit që Allahu i madhëruar ka vendosur, që të jesh mirënjohës të i pasurisë dhe mirësisë që Allahu ka dhënë. Dhe mos bëj e mira që Allahu ka dhënë të harrosh krijuesin, dhuruesin e vërtet. Besimtari duhet ta edukojë veten e tij, duke e përkujtuar veten se nga momenti në moment ai do sprovohet. Dhe mos ta kërkoj rahatin absolute dhe mirëqenien absolute, pra dhe vazhdimsi në këtë botë. Qetësia dhe rahatia dhe kënaqësia dhe vazhdimsi e pandërprer është vetëm kur të hyjë në xhenet. Inshallah. Allah na bëf prej banorëve të xhenetit. Allah na ruaj nga zjarri i xhenemit. Allah na dhë të udhëzim të drejtë, udhëzim i cili na ban deri në fund në rrugën që Allah është i kënaqur me ne. Prandaj të nderuar vëllezër, ata të cilët ishin të sprovuar më tepër, cilët ishin? Njerëzit që ishin më të dashur dhe më të afërt tek Allahu i madhëruar, dhe ata janë profetët. Për këtë dëshmon dhe është argument fjala e profetit Muhamedi a.s. i cili është pyetur: kush janë ata persona që sprovohen më tepër o i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam? I thot profeti sallallahu, ata janë profetët të dërguarit e Allahut, njerëzit më të mirë, paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi ata. Dhe ata që ngjajnë më shumë me ta para me profetët. Dhe vazhdon dhe sprovohet njeriu në bazë të besimit të tij. Ai që ka një besim të fortë, Allahu i jep një sprovë dhe më të fortë. Dhe ai që ka një besim të dobët, Allahu i madhëruar i jep një sprovë më të vogël, më të lehtë për të. Dhe vazhdon Allahu i madhëruar, vazhdon hadithi, ta sprovoj robin e tij besimtar, derisa ai të mos ketë gjunahe të dalin për Allahun pa gjunahe. Prandaj i nderuar vëlla, gjithmonë të jesh në përgatitje me besimin tënd, me punët e mira, se do vinë ditë vështira, do vinë ditë kur të smurësh, do vinë ditë kur një afër një i dashur të smuret, do vinë ditë të cilat ti nuk i dëshiroje të ishin në atë që ti pra planifikoje për jetën tënde.
sa gjëra që ne i duam dhe nuk janë ashtu që ne i duam. Por se jo çdo gjë që ne e duam është patjetër shkak për luturinë tonë. Dhe jo çdo gjë që ne urrejmë është rregull. Është shkak për mos luturinë tonë. Po Allahu i madhëruar, asa an takrahu shay'an fa huwa khayrun lakum. Ndoshta ju diçka urrejni dhe ajo është në të mirën tuaj. Dhe ndoshta diçka që ju e doni dhe është ajo në të keqen tuaj. Allahu di dhe ju nuk di. Prandaj besimtari beson me besim të vërtet se ka gjëra të cilat ai mund t'i dojë, po mund të jetë shkak për pikëllimin e tij, për mërzitjen e tij, për shkatërimin e jetës së tij. Dhe ka gjëra të cilat ai nuk i do, nuk i pëlqen, por se janë shkak për të mirën e tij, dhe ai nuk e di. Për shembull, nëse ne i prodhahemi adhurimeve që Allahu ka urdhëruar, nefsi i njeriu është i tillë, pra vetja e njeriu, nefsi i tij, që detyrimet i shikon vështira dhe nuk i pëlqen. Kërkon përpjekje, kërkon durim, por se të mirat e adhurimeve janë shumëta. Dhe ka prej gjunaheve që njeriu i vepron, që i do, që nefsi i tij e urdhëron të keqen, por se pasojat janë shumë të këqija. Prandaj besimtari duhet ta ketë edukim të vetja e tij, që kur i vjen diçka që nuk e pëlqen, le të kujtoj se kjo është sprovë nga Allahu i madhëruar. Dhe Allahu i madhëruar, një nga urësitë që ka vendosur për krijimin e jetës, është sprovimi i njerëzve. Tebaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. I lartë madhëruar është ai i cili në dorën e tij është sundimi i çdo gjëje. Dhe ai është i përfuqishëm për çdo gjë. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ai i cili, pra Allah është ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën për t'u sprovuar juve, krijoi vdekjen dhe jetën për t'u sprovuar juve. Se kush punon më mirë? Ne pretendojmë se jemi dikush. Të gjithë ne pretendojmë se jemi ai person që mendojmë dhe pretendojmë. Kush është dëshmia më e fortë për personin që vërteton se cili është? Janë sprovat. Janë sprovat. Aty dhe fytyra jone vërtet, kur sprovohen. Prandaj besimtari e shikon sprovën, diçka që nuk mund ta evitoj asnjë. Dhe asnjëherë. Por se e jeton me të, mësohet të jetoni me të. Dhe nuk është prej atyre i cili i kërkon Allahut llogari dhe thotë pse o Zot ma dhe këtë. Dhe zëmërohet me atë që Allahu ka caktuar. Dhe çfarë thot profeti sallallahu alajhi wasallam? Kush kënaqet me atë që Allahu ka caktuar, Allahu është i kënaqur me të. Dhe kush zëmërohet me atë që Allahu ka caktuar, Allahu është zëmëruar me të. E lutem Allahun e madhëruar të na bëjë durimtarëve në sprova. Dhe e lutem Allahun e madhëruar të na bëjë për atyre që Allahu i shpërblen në durimin e tyre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين
فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah I madhëruar në Kur'anin famlar thot: وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dhe do të shpërblej ato të cilët duruan me shpërblimin më të mirë për ato vepra që ata vepruan. Dhe shpërblimi i durimtarëve është pamas. Dhe durimtarët që kanë duruar për hir të Allahut, dhe thot Allahu I madhëruar, dhe durimi yt është vetëm për Allahun, për Zotin tonë. Dhe durimtarët që kanë duruar për hir të Allahut madhëruar, do të kenë shpërblimin më të madh. Prandaj dhe agjëruesit I është shpërblimi nga shpërblimet më të mëdha, sepse agjëruesi është atë të cilët duron për hir të Allahut madhëruar në një adhurim, prej adhurimeve që Allah I madhëruar ka bërë të tyre. Gjithashtu, Allah I madhëruar thot, për na treguar se fatkeqësia dhe sprovat nuk janë gjithmonë pra të përhershme dhe të pantashme në kuptimin që pas provës vjen lehtësi. Pra, fatkeqësitë nëse e marrë do mendojnë pak në lidhje me ata që ne I njohim prej shoqërisë, prej të afërmve, vërej që fatkeqësitë prej gjërave që ne nuk I duam janë më të pata në krahasim në raport me të mira që kemi. Dhe në dynja sado të zjasë fatkeqësia dhe sprova, do vi një moment që Allah I madhëruar do të largojë prej këtë sprov. Dhe besimtari kujton fjalën Allah madhëruar I cili thotë: "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Me të vërtet, mbas vështirësisë vjen lehtësi. Me të vërtet, mbas vështirësisë vjen lehtësi. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet çështja e besimtarit është gjithmonë e mirë. Nëse I vjen e mira, falenderon dhe shpërblehet. Dhe nëse I vjen diçka jo e mirë, duron dhe shpërblehet. Dhe kjo I takon vetëm se besimtarit. Prandaj, sprova është nga gjendjet në të cilat besimtari e shfrytëzon për t'u afruar tek Allahu I madhëruar dhe për të arritur shpërblimin e tij. Dhe gjendjet tona janë të ndryshme. Ademi alayhis salam u ndërrua, I ra në sejdë në shenjë respekti engjëjt, por pas pak çfarë ndodhi? Doli nga xheneti. U sprovua Nuhu alayhis salam. Populli I tij refuzoi. Djali I tij nuk e pranoi Islamin. U sprovua Ibrahim alayhis salam. E hodhën në zjarr. Cili e hodhën në zjarr? Babai I tij dhe populli I tij. U sprovuan profetët. U sprovua Musa alayhis salam. U sprovua Isa alayhis salam. U sprovuan profetët, duke I vrarë, duke I torturuar, duke I përdjekur, duke mos I djegur askush. Se prej sprovës I ka pasur profetët, është që ka profet që të kenë asnjë pasues, ose një ose dy pasues. Çka ka ditën e saj. Dhe u sprovua profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me vdekjen e tërë fëmijëve. Dhe ai ishte gjallë, përveç Fatimes. Dhe e mori vesh që mbas 6 muajve, mbas pak, ajo do vdiste. Dhe kur vdiq Ibrahimi, djali I tij e mori në krah, e shpërndoi dhe qau syri I tij. Për të treguar se qarja e tremosjes së duruar është njerëzore dhe normale të qash kur një afër, yt, mosnia
Dhe se ka ndruar jetë, ka shkuar të krijues si ti. Dhe sahabi i thot, edhe ti o i dërguar Allahut çam? I thot, po thot, syri çam, zemra nëndohet, por ne themi vetëm atë që Allahu është kënaqur me ne. Ta Allahu thjeni, tek ai do kthehemi. Ta Allahu thjeni, tek ai do kthehemi. Dhe durimi është në goditjen e parë. Kur profeti e selam pa një grua në varrin e fëmisë së saj që po i qante, po vajtonte, më saktë. Po vajtonte në të madhe. I thot duro. Ai i thot largohu prej meje, nuk e njohni, nuk e talloi kush është. Dhe kur e mori vesh se cili ishte ai i cili këshilloi që ishte i dërguar i Allahut sose, i shkon dhe i kërkon falje në tjesë. I thot, për e thot, durimi është në goditjen e parë për këtë vjetë. Dhe ai i cili duron, me të vërtet ka qenë. Ku erdhi një grua e cila kishte një sëmundje që ishte një sëmundje epilepsie, që i binte të fikët. Dhe dilte nga gjendja e saj normale. Dridhesh, binte të fikët dhe zbulohesh. I thot, o, për vete kërësën, i thot, o, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, lutë Allahut për mua të shëroj. I thot, profesor, po, por nëse duron ke xhenetin, atëherë të po duroj. Por se lutë Allahut çfarë djenje, çfarë meraku ka besimtarja, lutë Allahun madhëruar që kur unë kem të gjendë mos zbulohet shikoj njerëzit. Subhanallah. Shumë madhështore si ndjesi. E smur, e mori shihen për sa, e mori sa dhe e zbatoja. Për xhenetin. A ka diçka më të shtrenjtë më vlerë se xheneti? Jo. Por së shqetësimi i saj ishte diku tjetër. Dhe të lutë Allah në madhëruar që unë kur të kapi të gjendje, të mos zbulohem. Kurse sot, kur të ardhur keq, shumë lehtë, pra ne i nënvlerësojmë dhe nuk japim rëndësia se që Allahu ka urdhëruar. Allahu na fal gjithë ne, dhe na udhëzoj te më e mira. Prandaj të dashur vëllezër, durimi është nga adhurimet më të rëndësishme dhe më shpërblyese nga Allahu i madhëruar. Dhe durimi është i domosdoshëm për besimin që ta në fillim të hutbes. Ai i cili nuk ka durim, nuk ka besim. Raporti i durimit me imanin dhe besimin, si shka thënë Aliu radhiyallahu anhu, është si raporti i trupit me kohë. Ai i cili nuk ka durim, nuk mundet ta mbajë besimin në zemër. Qoftë në kryerje e punëve të mira, qoftë në lëmje, qoftë në përmbajtje në kufive të Allahut dhe zbatimin e ligjeve të tij ndaj vetes së tij, qoftë në largimin nga gjunahet, nga gjërat që e kundojnë, qoftë dhe në përballjen e fatkeqësitë. Dhe teoria nuk është si praktika. Dhe teoria nuk është si përjetimi vetë kur e përjeton në sprovë. Por e lutim Allahun e madhëruar të na japi durim në sprova tona. Sepse kjo jetë është sprovë nga fillimi deri në fund. Ne i kërkojmë Allahut të madhëruar mbrojtje në çdo namaz, në teshahudin e fundit themi min fitnetil mahya wal mamat. O Allah më ruaj mua nga sprova e kësaj bote, e jetës dhe të vdekjes. Dhe prej sprovës të gjatë. Edhe vdekja është nga sprovat. Dhe kujtoni se nga sprovat më të rrezikshme dhe lutim Allahut ta japi sukses, është sprova e vdekjes. Sprova kur vjen shpirti në fytyrë, është agonia që ndjen njeriu në momentin kur i tën shpirti, ku pak njerëz shkojnë. Dhe ku shejtani madhuar aty përpiqen më shumë
për ta humbur njeriu. Në sprovat e dynjas e kësaj bote jetës ka rekuperime, ka ta saksosh vetën, ta rikthesh vetën. Nëse ngel në sprovën e vdekjes nuk ka udhëtim. Dhe Allah i madhëruar ja lehtëson atë sprovë atij i cili përgatitet për atë moment. Dhe nuk është lehtësimja se sprovën duke shpresuar shtot, pa punuar. Prandaj, besimtari e lutë Allah i madhëruar dhe e tjetë vetëm nevojtar për ndihmën e krijues të tij dhe suksesin e tij, që ta ndihmojë në çdo sprovë, duke marrë shkaqet e duhur, dhe duke përpikur vetë që t'i përmbahet asaj që Allahu ka urdhëruar. Dhe gjithmonë të kujtoj shpërblimin që Allahu i jep durimtarëve. Allahu na bë për atyre që durojnë dhe shpërblen për durimin e tyre. E lusë Allah e madhëruar t'i udhëzoj familjet tona dhe fëmijët tanë në rrugën e drejtë. E lusë Allah e madhëruar t'i udhëzoj tërë muslimanët në rrugën e drejtë. E lusë Allah e madhëruar t'i udhëzoj tërë njerëzit që shoqërinë tonë në rrugën e drejtë në Islam. E lusë Allah e madhëruar të ruaj nga mosbesimi, nga hyrkaria, nga punët e këqija, punët e dyta të pamoralshme. E lusë Allah e madhëruar të na mbajë deri në fund në rrugën e drejtë. E lusë Allah e madhëruar që në momentin kur ne t'i japë shpirtrat tonë te Zoti, ai të kënaqur me ne, dhe askush mos thotë se ka kohë, mos e mendoj dikush për ne se ka kohë, pra është larg ai moment, dhe nuk e di a do dalë nga xhamia apo jo. Askush nuk e ka të sigurt. Askush nuk ka sigurt a do arrijë në shtëpi apo jo. Askush nuk ka sigurt se si do arrijë në shtëpia mirë, keq, smur, vdekur. Dhe kjo nuk është për të fiksuar, nuk është për të ndërruar, kjo është realitet. Me këtë realitet ne jetojmë nëse musliman, e kemi në edukatën tonë, në moralin tonë. Për kujtimin, asaj që është e vërtetë. Dhe kjo na nxit të jemi më produktiv, më të gjallë, më të vërtetë, më real, më të drejtë. Dhe jo të jemi mashtrues në të son, duke i dhënë vetës për iluzioneve të cilat na mashtrojnë dhe na nxjerrin nga e vërteta, na largojnë nga e vërteta. E lusë Allah e madhëruar t'i fali të vdekurit tanë për muslimanëve, t'i shëroj të sëmurët tanë për muslimanëve. E lusë Allah e madhëruar t'i shëroj tërë të sëmurët tanë për muslimanëve. T'i japi shërim të plotë, shërim i cili nuk bet pas i shërimi i shenjtë dhe pasojë. E lusë Allah e madhëruar të nga xhenetit, në rrugën e zjarrit të xhenemit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأقيموا الصلاة.